Unë pa ta martu në të ku edhe me mura grungë dhe më pa dorësëm. Era të shpija e hajtë e këndë, prantën pas më bo përërimi i kompleksit në Morin. Në mon Skenderaj, edhe e fshatë është. Edhe më thërën telefon me shku dhe me thonë me përmisu amnat dëshmurve, sepse këtë amnat i nga gabim, që kanë shku në Vareza. E para. Edhe e dyta, 24 orën e në të Vareza kom hjeku i me kufe. Se këtë ku kam posë më bori vërrimi tyne, janë kanë bushnë me ujë komplet. Në i kanë maru, varët i kanë maru gabim shumë keq, sepse poshtë e kanë bo dhe poshtë e kanë bo betan dhe me ho. Kur ka ro shive që mush me ujë, edhe një jam shku 24 orë të kom hek ujë me kufe, për me bo rivërrimin e këtyre dëshmorëve. Shka me thonë, profesor, është e ronë? Po jo, unë kam njohë doktorin, edhe ju njohuve si familje. Në vitin 98 në fillim, para se me ndodhë në prekaz të asmuarësi, unë kam qenë të edhe në lëvizën studentore me Albin Kurtin e me këta, kemi pas dëzyra ato protesta që organizëshëm në Velani, edhe erdhen 2 ushtarë të UÇK-s në civil, prej Drenicës, edhe ose fundi atë shtatës, ashtë nuk më kujtohet, e kishtë dërgu doktor Hafishala. Edhe kishtë dërgu të na në Union Studenta, dhe shkojnë atje se këta lëviza studentore, dhe ne që ishim ato në Albini Bojari, këta që kemi qenë ato në kryesi, këta një farmini shtabi UÇK-s Prishtinë edhe orientojnë në përdoksi ordinanca, mi gjithë disa doktore, anestesiolog, po na dojnë për atje se doktor Afiri ka qenë i kyqën për i ditës të parë, po ka qenë gati se vetë, mi trajtu ushtarë të plagosën e ma gjithë civil të kretë. Në dhe një vishë për pjetë Krajkovës e naltë atje, për ndyon të Berishës edhe në tonë deri në Kleshkë, në Gradin. Dhe ne shkum, tash të më kërtojt e kjo ordinancë që të dikun është të atëri thëshim të Novidomi, edhe në kontaktova me të ndjerin doktorin Shpëtim Ropaj. Edhe këta 2 ushtarët me neve, tash polici kishte, po ne urujtëm, edhe ata kështu të armatosën me neve, dhe shkum të ordinanca, edhe tash për mëspi për mene, amnat i ndjeri Shpëtim Ropaj, doktori, tha, se e këmë pas një relacion shumë të mirë me to, kemi qu shumë gjak në spitalin Likovës me shpëtimin atë kopë Prishtines e tjera. Ftoj atë kolegju me doktorë, tha lufta ka fillu, tha këta 2 janë të shtabit, i ka dërgu doktori Hafiri, Ardioni tha është pi lëvizjes, tha hajde, tha përbëjmë një listë, na me shku çdo shtu në dile, me ren anestesiologët, doktore tjera, u paraqitin disa vullnetarë, po disa që hezitun, më kujtohet tash me humor se kështu ka pas stilin Shpëtimi Ropaj, tha, jo kem gripe diçka, kështu. E tha që gripi zgjat një javë, 2, tha kjo lufta, po kia ka me zgjat 20 vjet, tha në atë doktor Hafiri nuk kem çare pa shku. Kështu që në përkullëm me thellësimat madhe se çka kanë bërë doktor gjatë luftës, ma vonë pastaj edhe doktor Shpëtimi u vra sepse ra në minë pikërisht duke shku më ndihmu këtyre ushtarëve të UÇK. So mendoj që kjo është dhimbje e madhe dhe në kuptoj Esatin shumë se është e dyfish dhimbja tash çka po ndodh. Për dyshe Esati